Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites, ku do të flasim për temën e ditës me personalitetin e ftuar sot në studio. Flasim për një temë të bukur që ndërlidhet me muzikën, me artin. Kemi nderin që në studion tonë të kemi profesoreshën e muzikës në shkollën Marif, Redina Bekteshi, me cilën do flasim për aktivitetin muzikor të realizuar në këtë shkollë dhe pikërisht si udhëheqëse e këtij aktiviteti është profesoresha Redina. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit Ariana për ftesën. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe që sot jeni pjesë e emisionit tonë. Një temë shumë e bukur për të folur bashkë, një aktivitet që ju përgëzoj që keni arritur ta realizoni nga ideja deri në realizim. Fillimisht mund të na flisni pak se çfarë aktiviteti muzikor ishte, cili ishte qëllimi i realizimit? Domethënë ishte një aktivitet nga shkolla në kuadër të shkollës Marif, këtu në Tetov, i quajtur The Voice. Ideja vetëm ishte, po duheshte realizimi. Duke u nisur nga ajo The Voice që mbahet në për botë, ne menduam të realizojmë një The Voice of Marif në shkollën tonë. Kjo ishte hera e parë i organizim i këtij lloji, gjë që mendoj ta vazhdoj edhe vitet e ardhshme, të bëhet si një farë tradite në shkollën tonë. Me mysafir të thirrur nga shkolla të ndryshme në rajonin e Tetovës, përgjithsisht nxënësit të përzgjedhur nga arsimtarët e vet, duke ushtruar me ato bashkërisht, dhe kështu vendosëm të realizojmë një The Voice, e cila u ndan në 3 faza: faza e parë, faza gjysmë finale dhe faza finale. Domethënë ishte me karakter garues, konkurrues? Garues, domethënë nxënësit garoshin nëpërmjet zërit, The Voice-it, me këngë të ndryshme, duke zgjedhur ato vet, qoftë shqip, anglisht, gjuhë turke, çfarëdo lloji. Ishin nxënësit vetëm të shkollës tuaj apo të shkollave tjera? Jo, ishin nxënësit e rrethinës të Tetovës. I kemi thirrur, domethënë ua kemi bërë një ftesë, të cilën ftesë pranuan me shumë dëshirë, po, dhe kënaqësi, dhe kështu erdhen në shkollën tonë për të realizuar këtë The Voice-in. Po, domethënë kënduan të gjithë nxënësit një nga një, si ishte përmbajtja? Po, një nga një, domethënë fillimisht kishin nga një këngë pjesëmarrëse, në fazën e parë dhe të dytë, gjithsesi kishte 24 konkurrentë, gara ishte e fortë, dhe pastaj fazën e dytë i pranuam vetëm 14 konkurrentë, ndërsa në fazën finale shkuan vetëm 6 prej tyre. Ishte domethënë performanca live? Po, ishte live në mënyrë karaoke, po, pa instrumenta, po ishte live, drejt për drejti. Dhe si profesioniste e kësaj fushe, u ndave e kënaqur me talentet e ri që kemi ne në Tetov? Po, patjetër, se edhe neve, domethënë, i kishim dëgjuar vetë talentet e shkollës tonë, edhe ato i kishin dëgjuar vetë talentet e shkollave të tyre, po, dhe kështu u bashkuan gjithë talentet për të pa njëri tjetrin deri ku janë. Kishte shumë talenta, mua më vjen mirë për këtë punë, gjë që patë mundësi ti dëgjojmë nëpërmjet kësaj shfaqjes, po besoj se ka edhe më shumë talenta, sepse kësaj radhe ishte një, e vendosëm të bëjmë pak si shpejt, po me dëshirën e madhe për të realizuar. Ndërsa në vitet e ardhshme mendojmë që ta bëjmë pak më të madhe. Po, organizimin më të zhvilluar. Realizimin, po, më të zhvilluar, duke i thirrur edhe nxënësit e shkollave tjera që nuk patën mundësi të marrin pjesë. Dhe mirë po si organizim i herës parë, mendoj se ja dolëm shumë mirë. Të dyja fazat u realizuan në po të njëjtën ditë ose dy ditë? Jo, domethënë 3 javë zgjati, faza e parë, javën e parë, java tjetër ishte faza e dytë dhe mbas 10 ditësh e kishim fazën finale. Ju lam pak hapësirë nxënësve për të përgatitur pak më shumë, që në fazën finale ato 6 konkurrentët merreshin pjesë me nga 2 këngë. Po juria profesionale ishte e përbërë për profesorëve? Po, juria ishte e përbërë për profesor profesional, që ja vlen t'i përmendi, profesoresh Gonçe Mehmedi e solfezhës, profesor Shkëlzen Pajaziti i violinës dhe profesor Shkëlzen Baftiari i pianos. Janë profesor të shkollës tuaj ose? Jo, ata janë profesor të shkollës të muzikës dhe të Universitetit të Tetovës. Kjo është shumë e bukur, domethënë transparencë, sepse po të ishin profesorët e shkollës tuaj, nuk besoj, por do të favorizonin ndoshta ndonjë nga nxënësit tuaj. Shikon, ndoshta favorizimi është, po ne si ide kishim të zgjedhim më të mirin. Prandaj edhe zgjodha të jenë këto 3 profesionista që mendoj se kanë bërë punën e tyre më të mirë. Dhe kush e mori vendin e parë nga nxënësit? U zgjedh një nga shkolla jonë. Sigurisht, nëse ka pasur talent, patjetër. Po, mendoj se atë zgjodhi vetë juria normalisht, duke e pa nga faza në fazë.
Sepse kishte në fazën e parë dikush që ishte edhe më i mirë, por në fazën e dytë ato emocionet e bëshin të vetën. Faza e tretë ishte edhe një fazë tjetër, sfiduese për ato, me nga 2 këngë, dhe kështu, mbas përgatitjes së tyre, dhe juria ka vendosur kush do shkojë në finale. Po, do të thënë, të fillojmë nga e para, ishte ideja e jute personale për ta realizuar një organizim të tillë, si ta mirëpritën, ata përkrahën në udhëheqjet e shkollës? Po, patjetër, do të thënë, më kërkua nga shkolla të bëjmë diçka ekstra me muzikën, do të thënë si aktivi muzikës, dhe kështu lindi ideja për të realizuar diçka më të mirë. Kështu erdhi ideja për The Voice-in, po, dhe normalisht që e pritën shumë mirë. Po, nxënësit ishin të kënaqur nga ky organizim? Patjetër se ishin të kënaqur, domethënë edhe për ato ishte një diçka që nuk ishte realizuar më herët. Mund të them asnjëherë, po, këtu në rrethin ton. Dhe tani mendoni që këtë aktivitet ta bëni tradicionale dhe viteve tjera? Mendojmë ta bëjmë, po, mendojmë ta bëjmë. Domethënë me një ekip pak më të gjerë, me diçka pak më të gjerë, po mendojmë ta bëjmë. A cili ishte? Se mos nëse funksionon, pse jo? Sigurisht, edhe e bukur edhe e dobishme edhe për shoqërinë edhe për nxënësit për t'i vërejtur talentet e ri në këtë drejtim. Megjithatë ishte punë ekipore apo me gjithçka e marrë ti vetë personalisht? Bara më shumë ra mbi mua, e kisha edhe një kolege, por bara më e madhe ra mbi mua. Domethënë edhe si ideatore dhe si organizatore. Po, megjithatë morën mirënjohje dhe çmime edhe nxënësit e tjerë apo ishte vetëm çmimi i parë? Po, patjetër, domethënë ato në fazën e parë nxënësit që morën pjesë morën të gjithë certifikata, ndërsa në fazën e finales të 6 finalistët morën edhe certifikata edhe çmime. Kishim një çmim performanca më e mirë, një çmim kishim zëri më unik, një çmim performanca më emocionuese, vendi i tretë, vendi i dytë dhe vendi i parë. Ka nxënës në shkollën Marif që kanë talent për muzikë, sa i përkrahni si zbuloni këto të rinj? Po, patjetër, domethënë gjëja e parë që bëjmë me nxënësit që vinë në shkollë si viti i parë i shkollës, mundohem të zbuloj kush është talenti. Dhe kështu i përgatis realisht një herë për shfaqjet e shkollës, çka i kemi, dhe pastaj për të marrë pjesë në këto evenimente. Kaq të rëndësishme të muzikës. Po megjithatë, cila ishte porosia për po këta të ri që duan të merren me muzikë, që kanë talent, por që nuk e shfaqin talentin e tyre? Po kjo ishte, domethënë ka disa prej tyre që nuk kanë mundësitë për ta shfaqur talentin e tyre në eventet e shkollës ose në ndonjë organizim të madh muzikor, dhe kështu pse jo, ato që kanë dëshirë dhe talent të motivohen në këtë lëmi në muzikë. U bën përgatitje paraprake me nxënësit, ushtronit paraprakisht ose direkt në gardë morën pjesë? Ushtruam, po secili profesor me nxënësit e vet, patjetër, dhe pastaj direkt në fazën e parë. Mysafir nga jashtë kishit në publik? Po, kishim prej shkollave të Tetovës. Ato i kishin edhe familjarët normalisht, profesorët e tyre, mentorët, që i kishin ndërmuar në përgatitjen. Kishte. Po mendoj se ishte shumë pozitive. Dhe emocionet janë më të mëdha kur ka edhe publik, motivohen më shumë. Kur ka po edhe sukses. Aktivitetet tjera që i keni ndërmarrë apo që pritet i ndërmerrni për të ardhmen në këtë drejtim, përveç këtij aktiviteti që besoj që do të jetë tradicional dhe i mirë organizuar nga ana juaj? Po, duke parë, duke bërë. Të më thënë spontanisht. Po, duke punuar, vinë edhe idet normalisht, të shohim çka do mund të zhvillojmë më tej. Po, unë dua të kaloj edhe në një pjesë tjetër, është në rrjedh konkursi për festivalin për fëmijë Blexat, që është një ndër festivalet, mund të them, më të mëdha të fëmijëve në vendin ton, por sikur viteve të fundit kemi pak hezitim nga ana e pollogut realisht të të shkruasve apo të talenteve të ri apo fëmijëve në muzikë. Si do t'i kishi motivuar që të marrin pjesë sa më shumë në festivale të këtij lloji siç është Blexat, që të motivohen, që të stimulohen fëmijët, prindërit që t'i çojnë domethënë fëmijët e tyre që kanë talent për muzikë dhe janë një festival ku mund ta shprehin talentin e tyre. Si profesioniste e fushës, çfarë do kishi këshilluar? Do kisha këshilluar normalisht që të marrin pjesë, sepse ato që kanë talentin pse mos e shprehin në skena të tilla. Nuk është puna vetëm në shtëpi të këndojmë, por është puna për publikut kur dalim, ato emocionet nuk harrohen asnjëherë. Ashtu siç e mbajmë mend në edhe koncertin e parë, ashtu edhe ato do e mbajmë mend edhe qoftë çmimin e parë ose daljen në skenë. Domethënë emocioni është i papërshkrueshëm dhe nuk mendoj se ka diku tjetër ku ato mund të shprehin talentin e tyre përveç këtyre festivaleve.
ose këtyre skenave. Skenave, padyshim. Dhe porosia, le të themi, meqense që gjithë kohës dam porosi për talentet e ri në këtë drejtim, pra në artin muzikor, por apelin ndaj prindërve, domethënë që kanë fëmijë që kanë talent të tillë, që ta kultivojmë këtë talent, të çojnë në shkollat muzikës apo në festivale të tilla. Çfarë do kishe porositur apo çfarë këshilla do t'ju kishe dhënë? Do ju kisha dhënë një këshill që sa më shumë të dalin në skenë dhe të promovojnë sa më shumë muzikë, sepse talenta ka, edhe pse mos i shohin në për skena. Është më shumë talenti apo puna pastaj, sepse këtë e ke përjetuar edhe vetë. Njëherë është talenti, pastaj puna. Të kujtohet hera e parë kur je paraqitur në skenë? Po, patjetër. Çfarë emocionesh kanë qenë? Të dridhura, mos e harroj pjesën, i shumë lloj emocionesh që nuk harrohen. Dhe gjithmonë kur dalin në skenë më kujtohet ajo. Hera e parë. Po, hera e parë, mosjetësia të herës, ose ajo që ke ushtruar harrohet, nuk mund ta kujtojsh mirë, po krejt ato e bëjnë emocionet. Do të thonë tani kur del në skenë janë emocionet e njëjta apo kanë ndryshuar? Jo, janë emocionet e njëjta përgjithsisht, mirë po tani më vetëm je mësuar me skenën dhe nuk e ke të dridhurën si e ke pasur. Po emocioni aty është gjithmonë. Çdo dalje publike realisht ka një emocion të tillë. Çdo dalje ka aty. Megjithatë duhet të thënë kujdes edhe përgjegjësi në daljet tona publike, po megjithatë në skenë besoj që është pak më ndryshe kur duhet të këndohet ose të interpretohet. Mësohesh. Unë besoj shumë që Rudina ti dhe gjithë kolegët e tuaj përkrahni të rinj të cilët merren dhe dëshirojnë të merren me muzikë dhe janë një mundësi për ta shfrytzuar dhe për të kërkuar ndoshta edhe një këshill profesionale nga ana e prindërve që duan fëmijët e tyre të dërgojnë nëpër festivale apo edhe nëpër shkollat muzikës. Thani kemi profesionistë të muzikës dhe të kemi shumë, kështu që mund t'i konsultojnë, besoj që je hapur edhe në këtë drejtim. Patjetër. Kush ka dëshirë, aty jemi. Për t'ju ndihmuar. Redina, ishte kënaqësi shumë e madhe që sot ishe pjesë e emisionit tonë, të përgëzoj për këtë organizim dhe uroj që në të ardhmen të realizosh dhe organizime tjera. Patjetër. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me të ftuarën e ditës për sot dhe temën për të cilën kemi folur për artin muzikor dhe organizimet në këtë drejtim. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, do të rikthehemi pas pak në pjesën e fundit.